Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Maun, zbritur në Mekë, ajete 7. Përmbajtja e sures El Maun. Kjo sure, sipas besimit të shumë komentuesve, është prej sureve mekase. Mënyra e të shprehurit në rjeshta të shkurtër, por kuptim plot, flet për kiametin dhe veprat e mohuesve të tij. Surja përshkruan në 5 faza cilësitë e veprave të mohuesve në ditën e kiametit. Në fillim trajtohet çështja e mohimit të ditës së kiametit dhe të dhurimit në rrugën e Zotit që nuk ndihmonin jetimët dhe të pastrehët dhe faljen e bënin sa për sy e faqe. Nevojtarve u kthenin kurizin. Disa janë të mendimit se kjo sure ka zbritur për Ebu Sufjanin, që çdo ditë therte 2 deve të mëdha që të ushqehej vetë dhe shokët e tij me to. Një ditë vjen pranë tij një jetim dhe i kërkon diçka. Ai, i nevrikosur, e qëllon dhe e largon nga aty. Komentues të tjerë janë të mendimit se surja ka zbritur për Walid ibn Mughira ose El As ibn Wail. Mirësitë e leximit të sures El Maun. Sa i përket mirësive të kësaj sureje, në një hadith të Imam Bakirit, paqja qoftë mbi të, lexojmë: kushdo që e lexon këtë sure në namazet e detyruara dhe ato të pëlqyera, Zoti i Madhëruar do t'ia pranojë namazin dhe agjërimin e tij. Gjithashtu nuk do t'i llogarisë gabimet që ka bërë gjatë jetës në këtë botë. Ajetet nga 1 deri te ajeti 7. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. A e ke parë atë që mohon ditën e llogarisë? Ky është ai që i dëbon ashpër jetimët dhe nuk nxit që t'i jepet ushqim të varfrit. Mirë për ata të cilët kur falen janë të pakujdesshëm për namazet, të cilët duan vetëm që të duken dhe nuk u japin ndihmë nevojtarve. Komentimi: mohimi i ringjalljes dhe ndikimet e tij të këqija. Së pari, kjo sure i është adresuar profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Më pas vërteton mohuesit e ditës së kiametit me veprat që bëjnë. A e ke parë atë që mohon ditën e llogarisë? Më pas, papritur që ndokush të përgjigjet, thot: ky është ai që i dëbon ashpër jetimët. Ata as nuk i ftojnë, as nuk i nxitin të tjerë të ndihmojnë të varfrit dhe nuk nxit që t'i jepet ushqim të varfrit. Fjala e din në këtë rast ka kuptimin e llogarisë ose të ditës së dhënies llogarin, ndërsa përsa i përket mohimit të ditës së gjykimit, në veprat e njeriut ka reflektim të gjerë të cilat janë cituar në këtë sure. Ato janë 5: largimi me ashpërsi i jetimit, mos nxitja e të tjerëve për të ndihmuar nevojtarët, që do të thotë jo vetëm që nuk falin vet, por edhe të tjerët nuk i ftojnë që të falin. Komentues të tjerë janë të mendimit se fjala e din në këtë rast është Kurani ose e gjithë feja islame. Kuptimi i parë është më i përshtatshëm. Me këtë kuptim është i ngjashëm edhe ajeti 9 i sures El Infitar dhe ajeti 7 i sures Et-Tin. Ajetet e tjera të sureve tregojnë se qëllimi i përdorimit të fjalës e din është të tregojë ditën e dhënies llogari. Fjala yadu vjen nga rrënja e fjalës deu dhe ka kuptimin asgjësim ose largimi hidhur me përbuzje dhe ashpërsi. Fjala yahuddu ka kuptimin mos nxitës i të tjerëve. Ragibi në librin e tij Mufradat thot: fjala el hathu do të thotë nxitje, ndërsa fjala haddun është e kundërta. Fjalët yahuddu dhe yadu janë folje të kohës së tashme dhe tregojnë se kjo punë është kryer vazhdimisht te jetimët dhe nevojtarët. Shihet se çështja e jetimit është shumë e përfolur, flitet më shumë për anën shpirtërore të njeriut se sa për ushqimin dhe ngopjen me ushqim, sepse vuajtja më e madhe e jetimit është vuajtja shpirtërore, e cila është ushqimi i shpirtit, ndërsa ushqyerja e trupit vjen më pas. Përsëri në këto ajete flitet për çështjen e ushqimit të nevojtarit, e cila është një çështje shumë e rëndësishme. Në të thuhet se nëse vetë nuk ke mundësi të ushqesh nevojtarët, atëherë nxit të tjerët ta kryejnë këtë vepër të mirë.
Fjala fedhalike tregon mosbesimin në ditën e gjykimit, që këto vepra jo të mira do të bëhen shkak i dënimit, me të vërtetë ata që e besojnë me zemër ditën e dhënies llogari do t'ia shohin hajrin gjatë gjithë jetës së tyre, ndërsa ata që nuk kanë iman do t'ia shohin hajrin në dënimin që do t'u jepet. Më pas thuhet mirë për ata të cilët kur falen, ata falës të namazit që e falin atë me pakujdesi, janë të pakujdesshëm për namazet. Ka prej atyre që nuk i kushtojnë rëndësi namazit dhe kohëve të tij, gjithashtu as rregullat dhe as traditën e tij nuk e respektojnë. Fjala sahun vjen nga rrënja e fjalës sahu dhe ka kuptimin gabim që kryhet pa dashje. Por nëse gabimi është me paramendim ose pa paramendim, në të dy rastet quhet gabim, por në rastin e parë nuk ka asnjë justifikim, ndërsa në rastin e dytë, po, në rastin ton gabimi është i paramenduar. Vet ajeti nuk thot se namazin e tyre e falin me përtatësi, sepse në të vërtet për çdo kënd ndodh që të gaboj, por thot se ata përtojnë për vet namazin për origjinën e tij dhe atë e lën në hares. Është e qartë se kjo çështje nëse ndodh një herë ose disa herë mund të jetë nga dështimi, por nëse dikush e haron vazhdimisht namazin dhe e lën në dorë të haresës, është e dukshme se nuk i kushton rëndësi dhe për të nuk është i rëndësishëm namazi, ose nuk beson fare në të, e kur ndonjëherë fal namaz e fal sa për sy e faqe të njerëzve. Fjala sehun në këtë rast, përveç asaj që tham në komentimin më lart, ka edhe komentime të tjera, si për shembull vonesa e namazit nga hyrja e kohës së tij. Edhe pse qëllimi është për jo besimtarët të cilët nuk besojnë as në mirësinë e namazit e as në dënimin e tij, nëse nuk e falim në kohë, mund të ketë për qëllim edhe personat që e falin namazin për të dukur, ndërkohë që ky kuptim vjen në ajetin e mëposhtëm. Përmbledhja e këtyre komentimeve është e mundur, por komentimi i parë është më i përshtatshëm. Sidoqoftë, në ajetin e mëposhtëm do të shikojmë se çfarë gjendje do të kenë haruesit e namazit, si dhe ata që kryejnë veprën më të keqe që është shtirja, të cilët duan vetëm që duken. Në fund thot, nuk u japin ndihmë nevojtarve, me siguri që një nga burimet dhe shkaqet e dukjes është mosbesimi në ditën e Kiametit dhe pavëmendja ndaj shpërblimit hyjnor. Në të kundërt, si është e mundur që njeriu të lërë pas dore shpërblimin hyjnor? Fjala meaun vjen nga rrënja e fjalës elmenu, me kuptimin një gjë e pakët. Shumë komentues janë të bindur se qëllimi është për gjërat e veçanta dhe të detajuara që njerëzit dhe veçanërisht komshin t'i marrin nga njëri tjetri kur kanë nevojë dhe në shtëpinë e tyre nuk gjendet për momentin, sikurse është kripa, uji, shkrepse, gjëra të tjera si këto. Është e pamundur që ndokush të mos u jap të tilla gjëra të tjerëve, në të kundërt do të konsiderohej si njeri pa besim dhe pa dinjitet, që do thotë se ata janë aq koprac sa që edhe një gjë të vogël nuk e japin, ndërkohë që po këto vegla të vogla ndonjëherë largojnë probleme të mëdha e mosdhënia e tyre shkakton probleme të mëdha në jetën e njerëzve. Të tjerë gjithashtu thanë se qëllimi i përdorimit të fjalës meaun është të tregojë zekatin, sepse dhënia e zekatit në krahasim me pasurinë që kemi nuk është asgjë e madhe, por një sasi shumë e vogël duke filluar nga 2.5%, 5%, 10%. Sigurisht që ndalimi i zekatit është një ndër punët më të këqija, sepse zekati zgjidh shumë nga problemet e shoqërisë. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, për komentimin e fjalës meaun lexojmë meaun është hua, që një njeri ja jep një njeriu tjetër, është mjet jetese që i huazohet dhe u lihet në dispozicion të tjerëve, gjithashtu edhe ndihmesat dhe punët e mira që kryen njeriu. Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, është pyetur, ne kemi fqinj që kur huazojmë gjë, ata i thyen apo i prishin, a është gjunah t'ua japim atyre? Imami tha, në të tilla raste nuk ka problem. Në tefsirin Kurtubi janë transmetuar 12 mendime për kuptimin e fjalës meaun, shumë prej tyre mund të përmbledhen së bashku, por e rëndësishme është ajo që u tha më lart. Citimi këtyre dy veprave, pra hipokrizia dhe ndalimi i ndihmës, flet për faktin se ata gënjeshtarët atë çka është për Zotin e veprojnë me niyetin e krijesave, e ajo çka është për krijesat ata nuk e japin. Në këtë rast asgjë nuk shkon për atë që duhet. Këtë diskutim po e përfundojmë një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ata që nuk u japin mjetet më të vogla dhe të nevojshme fqinjëve, Zoti në ditën e Kiametit do t'u andalojë të mirat e tij dhe do ta lërë në gjendjen e tij. Çdo kush që lihet në gjendjen e tij është në situatën më të keqe. Hulumtime 1. Përmbledhja e pjesëve të surës El-Maun. Në këtë sure të shkurtër janë përshkruar cilësitë e njeriut pa iman, besim, që sjell poshtërimin.
Ata mohojnë ditën e gjykimit, injorojnë dhe poshtërojnë jetimët, braktisin nevojtarët, janë të pavëmendshëm në namaz, duan të duken, nuk bashkëpunojnë me njerëzit edhe në çështje si huazimi mjeteve të vogla që njeriu t'i nevojiten për momentin. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhëruar këta njerëz kopratës dhe egoist i konsideron pa iman dhe pa përgjegjësi, si dhe i përshkruan me ata njerëz që se kanë mirë as me Zotin as me njeriun. Të tillë njerëz nuk mendojnë as për shpërblimin hyjnor e as për dënimin hyjnor. 2. Mburja është një problem i madh i shoqërisë. Vlera e çdo vepre është e lidhur me qëllimin që një njeri ka, me fjalë të tjera, sipas këndvështrimit islam, baza e çdo vepre është niyeti dhe niyeti duhet të jetë i pastër e i sinqert. Feja islame më parë se çdo gjë tjetër kontrollon dosjen e niyetit dhe prandaj në hadithin e njohur të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet se çdo vepër e punë ka të bëjë ose vlerësohet me niyetin dhe përfitimi i çdo njeriu është në përputhje me niyetin. Ai që bën xhihad, lufton për hir të Allahut, vlerësimi dhe shpërblimi është me Zotin e Madhëruar, e ai që lufton për këtë botë dhe shpërblimin nga kjo botë merr. Të gjitha këto janë për shkak se niyeti i jep pamje çdo gjëje. Ai që punon për hir të Allahut është i kapur fuqishëm dhe të gjitha mundimet e tij shpërblehen, por ai që niyetin dhe qëllimin e tij e ka vetëm për të dukur, edhe shpërblimin të tillë merr. Nëse një shoqëri mësohet me kryerjen e punëve duke pasur si qëllim dukjen, do të jetë larg Zotit dhe engjëjve, si dhe në të gjitha programet shoqërore do të vërë re se nuk do të përfitojë asgjë. Atëherë do ta kuptoj sa i dhimbshëm është fati i një njeriu të tillë dhe i një shoqërie të tillë. Transmetimet për sa i përket çështjes së dukjes janë të shumta sa që disa hadithe dukjen e konsiderojnë shirk. Në një prej haditheve të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: do të vijë një kohë te njerëzit që brendësia e tyre do të jetë e keqe dhe e ndyrë, ndërsa pamja jashtme e tyre do të jetë shumë e bukur, sepse ata nuk kanë asnjë dëshirë për shpërblimin e Allahut, feja e tyre është sa për sy e faqe, nuk i friksohen Zotit, Zoti do t'i dënojë ata shumë keq, sa herë që ta thrasin Zotin si të huaj, asnjëherë lutjet e tyre nuk do të plotësohen. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë se i ka thënë shokut të tij, Zerares, ai që kryen vepra për njerëzit, edhe sevapi për to është: o Zerare, çdo punë e bërë për sy e faqe për të dukur është shirk. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: personi që kryen punë sa për sy e faqe e për të dukur në ditën e Kiametit, do të thirret me 4 emra: qafir, i ndyr, hilacak, punlig, me det për ty. Veprat e tua u zhdukën dhe shpërblimi i vajti dëm. Sot asnjë gjë nuk të shpëton, merre dhe kërkoje shpërblimin tënd nga ai që ke punuar. O Allah, të kesh një jetë të pastër është punë shumë e vështirë. O Zot, na pri vetëm në këtë rrugë. O Allah, bëje të tillë besimin ton që të mos mendojmë për tjetër gjë përveç mirësive dhe dënimit tënd. O Allah, çdo gabim që kemi bërë deri tani përgjatë kësaj rruge, na i fal. Amin. Ya Rabbel Alamin.